Fermerët në Greqi vijuan me protestat e tyre me në qendër rreshtimin e sotëm të traktorëve dhe makinerive bujqësore në portin e Selanikut. Aksioni i sotëm konsiderohej vendimtar, pasi përfaqëson një mesazh për shkallëzimin nga ana e fermerëve, të cilët tashmë numërojnë 108 bllokada në mbar Greqinë. Që në orët e para të mëngjesit, fermerët në Halkidiki, Pieria, Imathia u zhvendosën drejt qytetit të Selanikut duke krijuar një bllokadë simbolike të pjesëve të portit. Nuk tërhiqemi, theksuan përfaqësuesit e tyre, ndërsa brenda bllokadave mediat greke po forcojnë prirje dhe veprime të mëtejshme brenda 48 orëve të ardhshme. E gjithë vëmendja tani është trajtuar tek takimi mbarkombëtar i së shtunës në Larisa, ku përfaqësuesit e bllokëve do të vlerësojnë që do të ketë përshkallëzim të mëtejshëm apo një dialog thelbësor me qeverinë. Në kulmin e protestave të fermerëve, të cilët nisën pas vonesave me pagesa dhe subvencioneve, kryeministri grek Mitsotakis i njoftoi ata për takim të hënën pasdite. Nuk ka ende një përgjigje nga grupimet e fermerëve. Për shkak të protestës që zhvillojnë fermerët në Greqi, aksi rrugor Kakaviani nuk do të jetë funksional për qarkullimin e automjeteve nga ora 18 deri në orën 21 me orën shqiptare. Policia kufitare e Kakavijes bën me dije se do të lejohet vetëm qarkullimi i mjeteve për emergjencat shëndetësore.